Përshëndetje. Gëzuar Bajramin të gjithëve dhe gëzuar edhe ditëlindjen të gjithë atyre që kanë lindur tek shenja e dashur, duke qenë se tashmë kemi filluar shenja e shigjetarit. Për shenja e shigjetarit është një javë shumë e fuqishme, vërtet shumë e fuqishme. Duke qenë se Jupiteri tashmë ka mbaruar retrogradën, që gjithë javës në vazhdim do të ketë vazhdimisht mbështetje, është planeti i fatit dhe mbi të gjitha ka mbështetje. Në përgjithësi vjen në lidhje me të ardhurat materiale, duke qenë se vlerësohet shumë nga ambienti, tashmë ka të kaluar të gjitha problemet që i ka krijuar vetes së tij, dhe falë kësaj kemi mundësi që të krijojmë diçka të re, mund të argëtojmë më tepër, mund të udhtojmë më tepër dhe kemi edhe aftësinë që të krijojmë lidhje shumë më të shëndetshme në këto momente, për të krijuar lidhje të cilat i rezistojnë kohës. Nëse dëshironi që të shprehni ndjenjat tuaja, do t'ja këshilloj me ngulm, ndërkohë që hëna e re nxori nga jeta juaj të gjitha problemet që ekzistonin me familjen, me banesën në disa raste, ose pengesat që mund të kenë qenë në lidhje me karrierën. Tashmë jemi futur në fazën kemi vetëm rritje. Vërtet që të gjitha ciklet karmike pak a shumë i mbyllën. Normale, na duhet punë që të ndërtojmë këtë gjithë këto gjëra që po vijnë jetën tonë, por kjo është diçka më e thjeshtë tashmë sepse jemi në një fazë shumë më tepër optimiste. Për sa i përket çështjeve sentimentale, duke qenë se jemi në një fazë që kemi shumë fat, por duke filluar nga dita e hënë deri ditën e mërkurë, e përmenda që kemi disa ndikime, për shembull dielli është në takim me Saturnin. Duhet të jemi më të përgjegjshëm në mënyrë se si i shprehim ndjenjat tona. Ne mund të jemi shumë entuziast, por normalisht personat që kemi përballë mund të mos jenë të njëjtën entuziazëm, prandaj duhet të gjejmë atë balancë. Ndërkohë që ditët e enjte të premte, do t'ju këshilloja që të jemi më realist, sepse mund të jemi shumë më tepër naiv. Përsëri mund të kemi shumë entuziazëm në shprehjen e ndjenjave tona dhe nëse nuk e marrim të njëjtën gjë nga personi përballë, mund të na thyet zemra, ndërkohë që këtë mund ta anashkalojmë shumë thjesht, mjafton që të jemi pak më tepër realist pra. Në lidhje me shëndetin, detyrimisht duhet të jemi të kujdesshëm. Pra, duke qenë se është periudhë e tillë, kemi ndryshimin e stinës, duhet të jemi detyrimisht më të kujdesshëm. Shumë faleminderit, respekt edhe juve. Vërtet shumë faleminderit që më ndiqni. Por përsëris, si gjithmonë, është një privilegj vërtet shumë i madh, jam vërtet shumë e lumtur që më keni dhënë këtë mundësi. Shumë faleminderit edhe një herë dhe shihemi përsëri ditën e hënë. Tapshim.